politikat e UÇK-s kanë qenë se kërkush mos me njoftë vetëm e ke njoftë Luanin, por jo mbrapa Luanit. Kem ditë se Luani ka për shembull 10 ushtar, 15 ushtar, po s'kem ditë emrat. Kush është? Sigur se për shembull ka bo Mirzeneli një set ma vonë në lugun e Baranit. Ka fillu me u zgjeru si rjetë, do të thotë. Kanë qenë vllazit Ahmetaj, në atë njësit ka qenë Fadil Hyseni, Ramush Ahmeti, Sadri Ahmeti, vllazët e tjerë, po i ditë tani. Atëherë kom ditë vetëm së myrë ta ka një njësit, por nuk e kom ditë. Pastaj Sadri Zeneli ka bo një njësit, për shembull Ismet Malishin dhe të tjerët që, po na çdo herë kem ditë që për shembull da Ibrahimi ka edhe 3 të tjerë, por nuk i kem ditë emrat. Dhe kështu ka fillu zgjerimi i rrallëve në grupe të vogla guerile, për shkaqe sigurie se nëse njëri i bjen mos me ditë me i zbulu të tjerët.